Të gjithë gazin tonë e kontrollon Greqia. Pra, megjithëse është gjitha etap, gazin për gasifikimin e Shqipërisë e ka prapë kompani greke. Këta kanë shit Shqipërinë me kohë të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Kanë punuar me serbin, me grekun vetëm e vetëm që të mbajnë karriget e tyre. Dhe Sorosi para se të hyjnë në Shqipëri ka bërë marrëveshje me këta. Dhe Sorosi sot, pavarësisht fuqisë së madhe globale që ka, luan fort me këta. Dhe Greqia dhe Serbia janë dy vende që kanë interesa në dëm të shqiptarëve. Dhe Greqia ka vërtetuar me shenjat e tij politike të gjithë kohëve të fundit që qeveria greke ka një agjendë anti-shqiptare në thelb. Dhe kjo duket në raporti me klasën tonë politike. Ti e di shumë mirë që PD-ja është totalisht e tredhur dhe kastruar nga Greqia dhe kanë si përfaqësues të tyre në Greqi që u luan politikën e tyre të madhe një njerëz që ka vrarë shqiptar, që është Beleri. Po absolutisht. Eurodeputati. Po koncepti është që ne jemi në një ditë të zezë, pasi tashmë po bëhet gati shitja e detit. Shitja e detit. Dhe këtu janë gjithë bashkë. Madje edhe opozitat e vogla janë bashkë. Këtë dëgjuar të flasin opozitat e vogla, këto trimat përkatës, Arlindi, Tiku, Agronsheja, të gjithë janë bashkë. Të gjithë këta kanë bërë pazare në Greqi për të mbijetuar në Shqipëri. Secili me forcat e veta, linjat e veta, grupet e veta. Dhe të gjithë këta janë armiqtë e Shqipërisë. Kjo klasë politike na ka tradhtuar me kohë. Ne jemi këtu sot pikërisht për të dhënë një mesazh se si u kanë mashtruar. Se si në orën 9 të çdo televizioni është regji qendrore dhe këta janë kukulla që flasin atë që duhet thonë. Të gjithë. Mos i ndani se kur është njëri më burr i mirë se burri tjetër. Duken që çështjet e mëdha, se kush janë palët. Që çështje e mëdha përcakton, jo që çështje e vogla. Çështje e vogla jo po e hajdut, jo po unë jam më mirë, ai është kështu është. Çështje e mëdha janë çështjet kombëtare. Çfarë flasin për detin? Çfarë flasin për kufit? Çfarë flasin për interesat e mëdha? Dhe mbi të gjitha çfarë flasin për raportet me, si thosh, kontrollin global që i bëhet Shqipërisë nga ata që duan të shpopullojnë Shqipërinë. Ti kshu i mëson kush janë klasat ato politike. Që janë të gjithë të tredhur, gjithë kastruar, gjithë kapur. Dhe s'ka asnjë përjashtim nga këto fytyrat e opozitave parlamentare, janë të gjithë bashkë. Ke lënë pa fjalë, me këtë të fundit që më the, do të thënë ne kontrollojmë, mund t'i marrësh merr intervistë. Merr intervistë Arlind Qorin për detin, merr Adriatik Lape për detin, merr Agronsheja për detin, pyeti, edhe do habitesh. Do thonë gjithë shkojnë në gjykat. Çfarë që është gjykat? Gjykata ke të humbur. Ti s'do shkosh fare, s'do të pranosh asnjë gjë, sepse ti e ke detin. Ty po ta marrin. Pse do shkosh në gjykat për gjë që po të mos shkosh ti nuk bëhet gjyqi? Apo jo? Janë gjyqje të tilla që nuk bëhen dosë, janë mashtrime, nuk janë as gjyqje. Janë thjesht konfirmim marrëveshjesh. Dhe Shqipëria është e tradhtuar nga kjo klasë politike. Ka pas ndonjëherë tradhtim më të madh, tradhtar më të mëdhenj Shqipëria sa në këtë kohë? Nuk besoj që ka pas krahasim me këtë kohë as i kohë. Është më e keq. Po ndodhet masivisht në të gjitha cepat, në të gjitha anët, domethënë po. Në çdo kohë ka kontekst kohor. Një sekond, ka kontekst, çdo thotë. Ka ngjarje botërore që përcaktojnë dhe ngjarjet lokale. Në kohën kur ne jetuam, në 2013 kur erdhën këta, ne kishim bëjmë me qeveri hajdutësh, që kishte filluar që në 91. Por kishim bëjmë me qeveri hajdutësh që hajshin ata hante dhe populli. Apo. Dhe gjithsesi Shqipëria përmirësoi. Morëm dhe liberalizimin e vizave, e mand besoj. Në atë kohë Shqipëria kishte një perspektivë të saktuar. Ashtu zvar me një shirit derri që ishte klasa jonë politike që ti si popull haje po të thithë një pjesë klasa politike. Kur erdhën këta nuk është më shirit derri, është kancer. Këta nuk kanë plan me të vjetë, se kjo është rrena më e madhe që u shpik. Që këta janë hajdut, këta nuk janë hajdut. Këta janë armiq. Hajdutliku është shpërblimi i rrogës të armiqve të Shqipërisë. Pra, që ti të përzesh shqiptarët do vjedhësh. Jo që ti do vjedhësh prandaj të përzesh shqiptarët. Jo. Ti ke detyrë të përzesh shqiptarët, Jo, vjedhja është shpërblimi. Qartë. Pa vjedhje se bën do të shpërblesh për armiqsinë ndaj shqiptarëve. Dhe kjo është detyrimi jot që të vjedhësh. Pra kjo qeveri i ndryshoi kuotën e vjedhjes nga 10% në 30%, 50%. Këta fillon të krijojnë kompanitë e tyre. Këta i harxhojnë brenda vetes si një çest gjithçka. Ti e mamën e Rion Velin, i kishte skemat. Që edhe e çonte tenderin dhe e merrte kompania e tij. Ky është skema e tyre. Se është një lloj marrëdhënie çestuale, sepse ky është Soros, se çdo gjë do ta zhdukësh ti. Këta ndryshuan standardin e vjedhjes. Dhe këta e kthyen grabitjen e çdo pronë kombëtare në një sistem politik të organizuar me licitacion përkatës. Domethënë, këta nuk janë hajdutët. Ky është gënjeshtra më e madhe. Kjo është rreth hajdut kanë qenë që nga 91-shi deri në 2013. Jo, këta janë armiqt. Hajdutliku shpërblimi, asgjë tjetër. Jemi në luftë, pra. Ne jemi në luftë. Dhe në luftë nuk ka vjet kuqe. Dhe një koment që e thot, domethënë çka thash po. Jo, nuk jam pyetje, po është e gjitha është në mënyrë shumë habitore, siç u habita edhe unë, dhe mund të jenë habit shumë të tjerë që ndoshta edhe nuk e shprehen, ose edhe ata që do ta shohin ndoshta më vonë, ndjen vazhdim të gjë.
më le pa fjalë thot populli nuk di se çfarë po ndodh për rreth. Pra kjo është ajo, këtë se çka po thoje. Edhe unë habita realisht do ngela pa fjalë për atë që the për detin, është diskutuar her pas here ndër vite. Është mbaruar, është firmosur. Është firmosur, thjesht nuk e ta bën dije neve që ta kuptojmë që ka ndodhur gjëja. Ne duhet të ngrihemi dhe ta anullojmë se e kemi mundësinë. Akoma s'u shkuar në gjykat. Të gjithë klasën politike kur i pyet thonë do shkojmë në gjykat. Si mund bëhet? Pra, okay, më qëndrojmë vetëm pak minuta te kjo. Si mund ndodhi kjo pjesë që ti vëm zjarrin kryeministrisë, mbaron puna, shpëtojmë. Ti vëm zjarrin kryeministrisë, mbaron puna, shpëtojmë. Nuk e shesin dot detin, s'ka kush ta shesi. Është shumë e thjeshtë, sepse nuk ka kush shkojë në gjykat. E kuptove logjikën. Duhet i vëm zjarrin kryeministrisë, ta them me sinqeritet të gjë. Sepse këta e kanë shitur, janë gjithë dakord me shit Shqipërinë. Dhe më fal, kur ne po flasim që kanë pas burra ky vend që merrshin pushkën, luftoheshin për të mbrojtur këtë vend. Ku janë këta burra? S'ka më. Nuk ka më burra. Prandaj dhe e bën. Pra nuk varet nga ai, varet nga ne. Ne nuk jemi burrat. Ai është në rregull që po e shet. Pse? Pra se gjë e kanë sjell pushtet. Dhe klasa jonë politike është e gjitha e shitur. Më besoj që pyeti me mikrofon. Surratet e gjithë drejtuesve të klasës tonë politike do habitesh. Janë të gjithë nga i pari ke i fundit, all inclusive, njerëz të cilët janë absolutisht në lojë për ta çuar në gjykat. Do thotë për ta shitur detin. Realisht u mërzita shumë nga kjo e fundit dhe uroj që të kemi një reagim, edhe kjo do të jetë një sistem e dytë, realisht do të jetë një sistem e dytë përveç asaj pjesës të digitalizimit çka po ndodh me nenin VKM, domethënë 1113, por edhe për shitjen e detit tek Gregu, kjo është një nga dy temat më të rëndësishme që prek më shumti. Ja drejtoj gjithë tifozërisë që vërtet Shqipëria, që janë gjithë hipokrit dhe janë gjithë mashtrues kur vjen puna, që duhet të kasin për ngjyra e flamurit në futboll dhe nuk dhe po tolerojnë coptimin e Shqipërisë dhe shitjen e detit. Janë gjithë hipokrit. Uroj që të ketë një reagim nga të gjithë shqiptarët për këtë gjë, dhe nuk e di, ndoshta në vazhdim Altin do doja që ta kemi si thirrje her pas here dhe të kalojmë ndoshta në hapa të tjera edhe në terren për të informuar edhe njerëzit, se ajo që ti e thua dhe unë e shoh me shumë drejt atë që ne po të ngopemi me shumë informacione të tjera që s'kan lidhje. Pra, është rrena e madhe, mashtrimit e madh, ndoshta kjo nuk i del çdo ditë në orën 9 apo në orën 10. Janë mashtrim i madh i regjistrit qendror Edi Ramës, Soros gjithë. Unë falenderoj shumë për kohën. Ne do të jemi të dielën tjetër. Këto videot me patjetër unë do t'i shkëpuz, do t'i shpërndaj në të gjitha rrjetet në mënyrë ndoshta edhe të shkurtër, që të shpërndahen, t'i marrin vesh njerëzit dhe të bëhet sa më alarmante dhe të ndërrohet një kauzë e vërtet prej shqiptarësh, jo vetëm Shqipëri që janë në Shqipëri, por edhe ato që janë jashtë në diasporë, që i prek drejt për drejt edhe tema e parë, por edhe tema tjetër që në këtë formë ata nuk do të kenë një hapësirë ose mundësi që të rikthehen prapë në Shqipëri, nëse ky vend do të shitet, siç po copëzohet në të gjitha cepat. Por do dorëzojnë shtetësinë që të mos i marrin më lekët ta, kjo është shumë e thjeshtë. Atë që thash fillim për diasporën. Ky është projekti i tyre, marrë çdo pronë, çdo tokë, çdo gjë. Është puna me na zbraz, me na largu. Këto 10 vjet ky është projekti që mos ngeli kom robi me refuzu kolon të ri izraelitë do vinë. Do të bëjnë gjithë shqiptarët si banorët e rrjollit, siç po reagojnë për tokat e tyre, për pronat e tyre, ndaj një shqiptari tjetër që nuk mund të quhet më shqiptar, që po zapton, domethënë. Nuk është shqiptar. Për ulën që ka shkuar atje për interesat e vetë. Këta janë bandat e Edi Ramës që do grabisin gjithë Shqipërinë. Një banda ai me bukë dhe këta mbajnë me bukë opozitën, se harrova me ta thonë. Këta mbajnë me bukë opozitën. Rama ushqen këta që këta ushqejnë opozitën që ti marrin kontroll dy palët. Pra do të kemi një shembull që gjithë Shqipëria, gjithë shqiptarët do të bëhen siç janë banorët e rrjollit. Edhe për kauzat e tjera. Kjo është ajo se çka është më mirë për gjithë shqiptarët. Janë policë të Ramës që mbrojnë pronën e njerëzve të familjes Berisha. Mos harro këtë gjë. Kështu funksionon gjithë Shqipëria. Është një teatër i madh.